Na transmeton dhe deri fund të protestën e Tiranës, kur të vësheja e shitur, që i bën presion kryeministri se do t'i pushoj nga puna, asnjë fjalë për protestën në Tiranë, asnjë fjalë për protestën këtu në Korçë. Ata turpi madh për ata që janë të shitur, mediat ata. Por dhe Top Channel që jepte akoma përputhen e çfarë jepte për klane media të shitur nga qeveria, turp të vi që nuk pasqyrojnë shqetësimin e qytetarëve. Por më tepër që më solli këtu ishte një fjalë Ben Blushit, të cilin turpi botës që kemi nxjerrë nga xhiri jonë, kemi mbajtur dhe prefekt i kundërvjeshë protestuesve në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë, po një intelektual i shitur bastard që i bler me lekat e qeverisë dhe të i senatorëve dhe ku ta diun me çaj shbler Ben Blushi, i kundërvjeshë proteste. Po, njerëz të tillë intelektual të shitur kemi shumë në Shqipëri. Kjo nuk duhet të na dekurajojë, por mobilizimi jo duhet të jetë i madh. Unë desha të trajtoj si ish mësues, se jam në pension, si ish intelektual desha të trajtoj edhe një problem tjetër. Më vjen keq që kolegët e mi nuk e ngrejnë problemin e madh të fëmijëve që duhet t'i infektojnë me gjëra nga me monstruozat për shpërfuturimin e fëmijëve tanë. Këta bastard të shitur të mafia botërore, të ata që duan të sundojnë botën, të parët për na përdorin ne si kavje. Këtu ne shqiptarët na përdorin, duke përdorur fëmijët tanë me gjëra nga më të ulët. Na transmeton dhe deri fund të protestën e Tiranës, kur të vësheja e shitur, që i bën presion kryeministri se do t'i pushoj nga puna, asnjë fjalë për protestën në Tiranë, asnjë fjalë për protestën këtu në Korçë. Ata turpi madh për ata që janë të shitur, mediat ata. Por dhe Top Channel që jepte akoma përputhen e çfarë jepte për klane media të shitur nga qeveria, turp të vi që nuk pasqyrojnë shqetësimin e qytetarëve. Por më tepër që më solli këtu ishte një fjalë Ben Blushit, të cilin turpi botës që kemi nxjerrë nga xhiri jonë, kemi mbajtur dhe prefekt i kundërvjeshë protestuesve në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë, po një intelektual i shitur bastard që i bler me lekat e qeverisë dhe të i senatorëve dhe ku ta diun me çaj shbler Ben Blushi, i kundërvjeshë proteste. Po, njerëz të tillë intelektual të shitur kemi shumë në Shqipëri. Kjo nuk duhet të na dekurajojë, por mobilizimi jo duhet të jetë i madh. Unë duke përdorur fëmijët tanë me gjëra nga më të ulët.